Prej datës 14 prill janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi. Për të ndihmuar fermerët dhe blegtorët në këtë proces, Bashkia e Liboovës po i asiston ata në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim. Sektori i bujqësisë pranë Bashkisë Liboov kontribon në plotësimin e dokumentacionit përkatës, si dhe në ndihmën teknike për fermerët, me qëllim që aplikimi i tyre të bëhet në kohë dhe i rregullt. Sipas specialistit të bujqësisë pranë bashkisë Filip Zëra, interesi i fermerëve është i lartë. Deri më tani rreth 40 fermerë janë paraqitur për të përgatitur aplikimet e tyre dhe për të përfituar nga mbështetja financiare. Përgjithësi interesi është i madh, që ditët e para, të cilat filluan në datën 14 prill dhe do të përfundojnë në 30 maj, fermerët drejtuan pikave dhe kanë filluar aplikimet për këto skema. Unë kam këtë apel që fermerët të aplikojnë, pasi këto skema mbështetin prodhimin e tyre, lehtësojnë shpenzimet dhe ndikojnë financiarisht në buxhetin e tyre, pasi një pjesë e shpenzimeve subvencionohet nga shteti. Në Bashkinë e Liboovës janë 91 blegtorë dhe 32 fermerë të cilët përmbushin kriteret për të qenë përfitues të skemës kombëtare të subvencioneve.